Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Uroj të jeni mirë, do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj është 7 të shpatës. Kur fshihesh për të mbrojtur, kujdes mos humbasësh edhe veten. Kështu thot kjo letër. Për ty që e pesh, kjo letër është një thirrje e heshtur për të ndalur dhe për të parë me sinqeritet. A je duke qenë i ndershëm me veten? Apo mbart një barë që nuk e thua me zë? 7 të shpatës shpesh vjen kur po ndjekim një rrugë ku ndihesh i detyruar të jesh dikush tjetër, për të shmangur konfliktin, për të mos lënduar të tjerët, ose thjesht sepse frika e zhveshjes është më e madhe se dëshira për liri. Por tani është momenti të pyesësh veten, a mund të jesh i lirë nëse po jeton jetën si në hije? Ti je shpirti i thellë, intuitiv, shpesh më i ndjeshëm se sa të duken nga jashtë. Dhe kjo letër të fton të ndalosh së ikuri nga e vërteta. Jo për të bërë zhurmë, jo për të jetuar me ndershmëri me vetveten. Edhe nëse ndihesh i keq kuptuar, je më afër lirisë kur nuk e tradhton më atë që di se është e vërteta për ty. Mos u frikso të dashur peshqi që të ndjesi që të vinë në heshtje. Aty janë udhëzime dhe edhe nëse duhet të shkëputesh nga diçka që të jep siguri. Shpirti yt ka nevojë për hapësirë, për të marrë frymë siç është, jo siç pritet të jetë nga të tjerët. Ti je det që s'mund të futet në shishe. Pranoje veten pa maska dhe do të kuptosh që e gjithë ndjeshmëria jote është dhuratë, jo pesh. Jeto ashtu si çdo vetë të dashur peshqi, jo siç pretendojnë të tjerët.